Politika shqiptare dhe kur jemi tek aktualitetet tona politike dhe të ushtria shlirimtare e Kosovës, ju kohëve të fundit po bëni një dokumentar edhe për heroin ton Remzi Hoxha, apo jo? Unë më parë kam bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës një film, nuk ishin vetëm 4 ore ca, për shqiptarët e Amerikës dhe luftën e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Absolut. Ka 2 vjet po merrem me krye adhetarin e madh Remzi Hoxha, i cili edhe sot 28 vjet nuk ka varr. Dhe të kthehem të ajo që e keqja e shqiptarit, është shqiptari i cili ishte një adhetar i madh, organizoi sindikatat e Kosovës, ekonominë e vogël të zetarëve, organizimin e armatimit të parë të ardhur në Kosovë, blerjen e uniformave mbi 300.000 copë në Shqipëri, dhe mbështetjen suportimin me para dhe me aktivitete të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, që nga takimet e tij me Zahir Pajazitin, me Adem Jasharin, edhe me personazhe tjerë që nderojnë kombin shqiptar. Dhe nuk ndodhi rastësisht eliminimi dhe vrasja e Remzi Hoxhës, ai kur e pa atë udhës i burgosur disa herë në Kosovë, në Ferizaj, kur e pa të udhës që deshte që të bëj veprimet më tutje, u shpërngul në Shkup. Edhe atje nuk e la UDB-ja rehat, u shpërngul në Bullgari. Edhe pre Bullgarie nuk u ndje rehat, edhe shkoi në Shqipëri. Edhe shumë miq thanë që në Shqipëri nuk je aq i sigurt. Ai dha një shprehje apo diktike. Unë e di që një ditë do të më vrasin, po më mirë të vdes në atë dhe unë tim në Shqipëri. Bravo. Po kush realisht ka pasur shumë spekulime, thashë thëmë se kush e vrau, ose kush ka marrë pjesë në vrasjen e Remzi Hoxhës. Në fakt kush? Se me që ju jeni të bëjë dokumentarin, ndoshta keni ndonjë. E para njërë dua të eliminoj një paqartësi që bëhet kinë se Remzi Hoxha pas ka xhiruar në takimin Grigorov Milošević në Ohër. Remzi Hoxha nuk merreshte me kamera dasmash, nuk shkonte në kështu takime, kishte punë më të shenjta, më të madhrishme, dhe këtë e dinte mirë, edhe Serbia, edhe Maqedonia, edhe Shqipëria, edhe Kosova. Urdhri për zhdukjen e Remzi Hoxhës, i cili Serbia e solli në atë moment, kur ai doli zot, kur nxorri të gjithë shqiptarët e Kosovës në rrugë Serbia, ai mbante me rroga, me ndihma, me send, dhe u krijua ideja i njeriu shtet, që i doli zot popullit të vet. Dhe e dyta, domethënë, kolaboracionistët, njerëz që nuk ishin me idenë për të dalë zot popullit, u bën bashkëpunëtor, siç i ka pas shumë, edhe shqiptarët të Kosovës. Po ashtu mercenar të UDB-s dhe MVR-s të Maqedonisë. Dhe për fat të keq, ekzekutimin e bëri Shiku, Shërbimi Informativ Kombëtar, me drejtor Gazi Deden, dhe për fat edhe më të keq, me president të atëhershëm Sali Berishën. Dhe kjo është e vërteta. Shteti shqiptar është imbuluar me turp. Jurisprudenca shqiptare ka rënë në provim, nuk funksionon. Ndërgjegja shqiptare duhet funksionoj. Dhe mendoj që është kohë e fundit, nëse një president ka dhënë urdhër, apo ka ndodhur në mandatin e tij një vrasje, nuk i kushton asgjë të kërkoj falje, në edhe ashtu nuk i shembet autoriteti i tyre i rrejshëm me biografi të rrejshme, të paktën të familja të kërkoj falje dhe të dëshmojnë e të tregojnë ku janë eshtrat që të kenë një varr për ta qarë familja. Aq më tepër një burr të madh siç ishte Remzi Hoxha. Absolutisht. Dhe kjo është arsyeja që unë i dal zot me një film dokumentar ku i kam marrë përsipër, gati e kam të mbyllur filmin, do të jetë mbi 540 minuta, do të jetë 10 apo 12 seri, se ende populli nuk di cili është ky Remzi Hoxha, çfarë ka punuar ky njeri. Dhe ajo vrasje nuk ka ndodhur rastësisht,
dhe eshtrat e tij nuk janë zhdukur rastësisht. Prandaj, dua ta sjell para popullit shqiptar këtë film dokumentar. Me që sonte është festa e 28 nëntorit, do me kalu pak edhe me që emisioni është relax, do më të nguc pak. Më kanë thonë që Gjevat Limoni edhe rolin e budallës e luan mençur. Dëgjoj, ato që të kanë thënë pak kanë dashur të më vënë në ku. Unë kam luajt në jetën tim vetëm një budallë. Kam luajt domethënë mbi 130 e ca premiera, kam mbi 7000 ca shfaqje, në 143 vende të botës kam luajt teatr. Dhe ishte një dramë kur ne pas 81-shit ishte nacionalizmi dhe separatizmi shqiptar dhe na ofronin vepra me porosi politike komiteti qendror në atë kohë. Dhe unë për ta ruajtur personalitetin tim nuk desha të luaj figura që kishin të bëjnë me platformën ideologjike. Dhe regjizori më tha, po jo do të luash patjetër, drejtoria më tha ti duhet luash patjetër, i aktori i parë i trupës. I thash mirë. Atëherë më lini të zgjedh cilin personazh. Dhe unë zgjodha një personazh që ishte Ferit Budalla. Çfarë bënte ky personazh? Në kohën kur komiteti, partia, partizanën mbanin mbledhje kinse të rëndësishme, ky hynte në mbledhje me do copa mishi me këtë si shtur komplet dhe bërtiste një 2-3 herë. Rënof Shqipnia, rënof Shqipnia. Edhe për këtë budallan kam qenë i ftuar në biseda informative. Prandaj, por në jetën time, unë kam zgjedhur çfarë të luaj. Kam pasur gjithmonë idenë, arti duhet të ketë kriter dhe shije. Dhe unë s'pari nisesha nga familja ime. A do të mundet nëna ime, grua ime, vajzat e mia, të shohin shfaqet veprimet që i bëj unë teatr. Me që sot teatri shqiptar e ka humbur rrugën, për të arsye dhe s'ka publik, dalin zhveshur lakuriq në për salla dhe pa pikturbi kërkojnë publik. Ai nuk është teatr. Ashtu bëjnë shtëpitë publike. Prandaj, ne në një kohë në Shkup, thoshin aktorët, jo, duhet populli nuk merr vesh. Nuk ka publik edhe popull që nuk merr vesh. Ka vetëm aktorë të dobët që nuk din të luajnë për popullin e tyre. Dhe më mirë është ne, mos importojmë një popull publik për Afrike, më mirë të ndrojmë një 30, 40, 100 aktorë të patë, se sa të ndrojmë popullin. Nuk ndrojmë populli. Popullin e ka kriju Perëndia.